Përshëndetje Miftari. Përshëndetje. Si je? Mirë, faleminderit shumë mirë. Si ndihesh nga fizioterapia këtu te Fondacioni Pema i Jetës? Super, nga pjesa e fizioterapisë dhe nga pjesa e ushtrimit çdo gjë super. Si ke qenë në fillim kur ka ardhur këtu te Fondacioni Pema i Jetës? Shumë debël, shumë i brisht nga fiziku. Po tani si e ke pasur pjesën e ekuilibrit dhe forcën tek duart e tua? Pjesën e ekuilibrit domethënë ke pjesën e terrator se ezi shumë të shkëlqyer dhe ke pjesën e dorë, ke pjesën e shtrëngimit dhe këtor e kam më mirë. Do me thënë që ke shumë përmirësim. Po, realisht kam shumë përmirësim. Je i kënaqur këtu te Fondacioni Pema i Jetës Po. si nga shërbimi dhe çdo gjë tjetër? Po, shumë i kënaqur. Edhe nga pjesa e fizioterapisë, edhe nga drejtuesi dhe ka gjithë. Kam qenë ngrohtësinë si person edhe kur ulem dhe bisedoja dhe ke pjesë e ushtrimeve që bëhen. Gëzojmë shumë Miftari. Shumë faleminderit. Faleminderit ty. Përshëndetje Miftari. Përshëndetje. Si je? Mirë, faleminderit shumë mirë. Si ndihesh nga fizioterapia këtu te Fondacioni Pema i Jetës? Super, nga pjesa e fizioterapisë dhe nga pjesa e ushtrimit çdo gjë super. Si ke qenë në fillim kur ka ardhur këtu te Fondacioni Pema i Jetës? Shumë debël, shumë i brisht nga fiziku. Po tani si e ke pasur pjesën e ekuilibrit dhe forcën tek duart e tua? Pjesën e ekuilibrit domethënë ke pjesën e terrator se ezi shumë të shkëlqyer dhe ke pjesën e dorë, ke pjesën e shtrëngimit dhe këtor e kam më mirë. Do me thënë që ke shumë përmirësim. Po, realisht kam shumë përmirësim. Je i kënaqur këtu te Fondacioni Pema i Jetës Po. si nga shërbimi dhe çdo gjë tjetër? Po, shumë i kënaqur. Edhe nga pjesa e fizioterapisë, edhe nga drejtuesi dhe ka gjithë. Kam qenë ngrohtësinë si person edhe kur ulem dhe bisedoja dhe ke pjesë e ushtrimeve që bëhen. Gëzojmë shumë Miftari. Shumë faleminderit. Faleminderit ty.